Djem të vezullues, komedia amerikanit Neil Simon është ngjitur mbrëmjen e së premtes në skenën e Petro Marcos, duke hapur edhe sezonin e ri teatror në qytetin e Vlorës. Ju flisja personazh. Po të rase me zëzak, i flisja zëzak. Po të rase me shmanur, i flisja shmanur. Me regji të Roland Mingës, shfaqja është ndjekur nga artëdashës të shumë vlonjat. Jeta e dy njerëzve, kolegë aktor, plot shkëlqim në rini që takohen përsëri në një moshë madhore. Miqësitë që bazohen në vlera njerëzore dhe profesionale janë ato që zgjasin më shumë në jetë. Komedia përcjell mesazhe aktuale, teksa jeta njerëzore të kujton se është plot me natyra dhe karaktere të tilla, si në komedi që kur vihen përballë në këto mosha bëhen sa serioz, aq edhe komik. Me skenografi të Drini Sheu dhe muzikë të Artur Dhamos, Djem të vezullues ka ndriçuar jo pak skenën, ndërsa loja e aktorëve u shoqërua shpeshherë dhe me duar trokitje. Shumë e bukur. Tradicionale, tamam vendase shqiptarçe. Kisha pritshmëri për të shfaqje sepse e njoh. Kam parë shumë vite më parë dhe shijova. Të emocionuar, aktorët dhe regjizori kanë falendëruar publikun në sallë. Jemi munduar që të bëjmë punën më të mirë, të mundshme. Dhe them që ja kemi arritur qëllimin se pam dhe reagimin e spektatorit sot që ishte premiera. Ka patur emocion, besoj, kështu që shpresojmë të vinë edhe në ditët të vazhdim njerëzit, ta ndjekin sepse është vërtet një vepër shumë e mirë dhe që përcjell vlera dhe emocionet të mëdha. Jam kënaqur shumë. Ka qenë një punë relativisht e gjatë, por në njëkohësisht komode nga ana profesionale, shumë komunikative. Dhe rezultatin e ndjeva pikërisht sot. E ndjeva sot, publiku e priti shumë mirë, do të thosha. Komedia Djem të vezullues shfaqet përgjatë fundjavës në Vlorë.